Dhjetra qytetarë janë grumbulluar përpara bashkisë Vlorës në shenjë proteste ndaj mungesës së ujit, problem që sipas tyre vijon prej 5 ditësh pas një zgjidhje konkrete. Me bidona bosh uji në duar, protestuesit shprehen indinjatën për situatën e krijuar, duke kërkuar ndërhyrjen e menjëhershme nga institucionet vendore. Gjatë protestës janë regjistruar tensione mes qytetarëve dhe forcave të policisë, pasi një pjesë e protestuesve tentuan të futeshin në ambientet e brendshme të bashkisë. Policia ndërhyri për të penguar hyrjen, çka solli përplasje verbale dhe fizike, ndërsa situata u mbajt nën kontroll pas disa minutash. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, e cilësoi këtë avari si një fatkeqësi natyrore dhe se ujësjellsi nuk është në varësi të institucionit që ajo drejton. Nga ana institucionale, ujësjellsi është një ndërmarrje më vete, e cila ka një varësi nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës dhe nga Agjencia Kombëtare e Ujësjellësit në Vlorë, por bashkia është pa diskutim për ta suportuar. Protesta e sotme është vazhdim i reagimeve që nisën mbrëmjen e djeshme, kur qytetarët të irrituar nga mungesa e ujit hyn me forcë në ambientet e teatrit Petro Marku. Në atë moment Bashkia e Vlorës kishte organizuar një mbrëmje gala me rastin e festave të fundvitit, aktivitet që u ndërprer për shkak të protestës. Më tej protestuesit tentuan të bllokonin dhe bulevardin Ismail Qemali, duke shkaktuar kaos të përkohshëm në qarkullimin e mjeteve. Qytetarët shprehen se do të vazhdojnë protestat nëse nuk do të ketë një zgjidhje të shpejtë për furnizimin normal me ujë të pishëm.